Të nderuar miq, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin tonë të përditshëm. Komenti i shkrimit të shenjtë. Jemi datën 23 prill dhe Kishën Ortodokse na afron lexojmë nga libri i veprave të apostujve, kapitulli 12, vargu 1 deri në vargu 11. Më konkretisht na thuhet, në atë kohë mbreti Herod filloi të përndjek disa nga kisha dhe e vrau me shpat Jakovin, vëllain e Joanit. Dhe duke parë se kjo u pëlqente judenëve, urdhëroi të arrestohet edhe Petro, ishin ditët e të pabrumve. Mbasi arrestoi, e futi në burg dhe u besoi ruajtjen e tij 4 skuadrave me 4 ushtarë secila, duke menduar ta nxjerrë përpara popullit mbas Pashkës. Por ndërsa Pietrin e ruani në burg, nga ana e kishës bëni lutje të vazhdueshme te Perëndia për të. Dhe natën, para se ta nxirrte Herodi përpara popullit, Pietri po flinte mes dy ushtarëve i lidhur me 2 zinxhirë, dhe herojat para portës e ruanin burgun. Dhe ja një angjëll i Zotit u duk dhe një dritë e ndeçoi qelin, dhe i ra Pietrin në hije e zgjoi duke thënë: "Çohu shpejt", dhe zinxhirët i ranë nga duart. Pastaj angjëlli tha: "Ngjishu dhe lidh sandallet." Dhe ai bëri kështu. Pastaj i tha: "Mbështillu me mantelin dhe ndiq." Dhe Pietri mbasi doli e ndiqte pa e kuptuar se ç'po i ndodhte me anë të angjëllit. Ai ishte vërtet, sepse ai pandente se kishte një vegim. Dhe si kaluan vendrojën e parë dhe dytë, arritën te dera e hekur që të çonte në qytet, dhe ajo u hap përpara tyre vetvetiu, dhe mbasi dolën përshkuan një rrugë dhe papritmas angjëlli e la atë. Kur Pietri erdhi në vete, tha: "Tani me të vërtetë po e di se Zoti ka dërguar angjëllin e vet dhe më liroi nga duart e Herodit, duke bërë të kot gjithë atë që priste populli i Judeve." Ky fragment i sjell në librin e veprave të apostujve përshkruan një periudhë të vështirë që po kalonte Kisha Apostolike, sepse Herod Agripa, që ishte biri i Herodit të Madh, ai drejtonte Juden dhe filloi të përndiqte kishën dhe apostujt, sepse ai kërkoi t'i bënte qefin turmës antikrishte të judenëve, dhe për këtë arsye ai arrestoi dhe vravi Jakovin, vëllain e Joanit, siç na thuhet tek vargjet e para dhe të dyta. Në atë kohë mbreti Herod filloi të përndjek disa nga kisha dhe vrau me shpat Jakovin, vëllain e Joanit. Por duhet dim se në këto vargje na tregohet për përndjekjen që bënte Herodi, por dhe për çdo përndjekje që ka bërë pushtetet politike të më përkrahur dhe nga turma antikrishte. Prandaj, asnjëherë të dashur të krishterë nuk duhet çuditemi pse kisha, që është trupi i Krishtit, po dhe shërbëtorët e kishës, klerik dhe laik, ata përndiqen edhe nga pushtetet politike, por edhe këto përndjekje edhe përqen nga turma. Sepse fatkeqësisht shpeshherë pushtetet politike nuk duan t'i nështrojnë pushtetit hynor, ata duhet ta bëjnë veten një zot dhe manipulojnë edhe turmat që nuk e duan ligjin dhe moralin e krishterë. Kështu që si politika antikrishte edhe turma antikrishte bashkohen njëri me tjetrin kundër kishës edhe të krishterëve. Prandaj kjo ka ndodhur që në kohët apostolike, vazhdon të ndodhë në kohës sotme, do ndodhi edhe deri në fund, prandaj mos të çuditemi. Dhe vazhdojmë dhe lexojmë në vargun më poshtë, dhe duke parë se kjo u pëlqente judenëve, urdhëroi të arrestohej dhe Pietri, ishin ditët e të ndormërve. Pra, mbasi u vra apostulli Jakovi, që është i pari midis apostujve që u vra si martir, Herod Agripa filloi një përndjekje akoma më intensive dhe urdhëroi arrestimin e apostullit Petros. Madje ishte edhe një periudhë e bukëve të pabrume, pra ishte periudhë Pashke për judejt, dhe ata ishin shumë sensibël për Pashkën e tyre, aq më tepër kërkonin të kundërshtonin edhe Pashkën e Krishtit, ngjalljen e Krishtit. Këtë moment gjeti Herod Agripa për t'ju kundërvënë kishës. Pra, Herodi, duke parë se kjo i pëlqente popullit, siç tham dhe dëgjuam, arrestuan Petron. Pra, motivi politik kërkonte popularitet, e tham këtë që shpeshherë motivi politik përdor edhe turmat, sidomos kundër Zotit, kishës, ligjit dhe moralit të krishterë. Edhe sot e kësaj dite e shikojmë që politika shpeshherë sjell, formulon ose voton dhe ligje që janë edhe kundër besimit në Perëndin,
kundër ligjit dhe moralit që i jep Perëndia e që dhe jetojnë krishterët, dhe turma i aprovon ato sepse tham është një turm antikrishte. Por në vargun 5 ne lexojmë po ndërsa Petro e ruani në burg nga ana e kishës, bëni lutje të vazhdueshme te Perëndia për të. Pra, në këtë varg na tregohet se arma e kishës apostolike dhe kishës sot nuk ishte thjesht një armë, si them, kundërshtare kundër mishit dhe gjakut, po ishte arma e lutjes. Lutja është arma më efikase që ka dhënë Perëndia për të mundur çdo pushtet antikrist, si politik ose dhe turmën antikrishte, sepse çfarë është lutja? Lutja në vetvete është komunikim me Perëndin. Nëpërmjet lutjes ne lidhemi me Zotin dhe Zoti na energjizon, na ndriçon mendjen dhe na fuqizon për të përballuar të gjitha sfidat dhe vështirësitë, edhe kur ato duken të pamundura për të përballuar. Prandaj, lutja është arma kryesore shpirtërore që kemi ne të krishterët. Kështu e ka përballuar kisha, kështu e përballon dhe do ta përballojë çdo sfidë me çdo pushtet antikrist, politik ose turmë antikriste, duke u lutur dhe duke besuar në providencën hyjnore, siç do shikojmë edhe më poshtë. Dhe në vargun 6 na thuhet dhe natën para se ta nxirrte Herodi përpara popullit, Pietri po flinte mes dy ushtarëve i lidhur me dy zinxhir dhe roja para portës ruanin burgun. Shikojnë që apostull Petro, edhe pse ishte arrestuar, ai nuk e kishte humbur qetësinë, madje ai po flinte i qetë, edhe i lidhur me zinxhir. Çfarë tregon kjo? Tregon se apostull Petro e kishte vënë të gjithë shpresën dhe jetën e tij në Krishtin, siç thotë apostull Pavli, nëse dhërrojmë dhe nëse vdesim të Krishtit jemi. Pra apostull Petro kishte ndryshuar nga një njeri frikacak, ishte dhe bërë një trim që nuk ishte frikë as nga arrestimi, as nga burgimi, as nga vdekja. Ky është ndryshimi që i bëri Shpirti i Shenjtë apostullit Petros, ky ndryshimi që bën dhe Shpirti i Shenjtë te çdo besimtar, që tregon njeri të fortë përballë sfidave dhe ky besim shoqërohet edhe me paqe të brendshme. Pra, besimi në Perëndin na sjell fuqinë e Perëndisë dhe paqen, sigurinë që Perëndia nuk do na braktis. Edhe kur Zoti Jezu Krisht u ngjall për së vdekurësh, çfarë i tha apostullit? Po ju jap paqen. Jo paqen që e bota, po jap paqen time. Është një paqe që ka përcjell çdo mendim, thot apostull Pavli, sepse është një paqe edhe për te që nuk nuk daravitet ose nuk tronditet edhe përballë vështirësi, edhe përballë vdekjes. Kjo është paqja e Zotit që e kanë dhe duhet ta kenë të krishterët, siç e kishte dhe apostull Petro. Në vargun 7 na thuhet dhe ja një angjëll i Zotit u duk dhe një dritë ndriçoi qelin dhe i ra Petros në hije e zgjoi duke thënë: "Ço shpejt", dhe zinxhirit i ran nga duart. Pastaj angjëlli tha: "Ngjishu dhe lidh sandalet", dhe ai bëri kështu, pastaj i tha: "Mbështillu me mantelin dhe ndiqmë." Pra, në këto vargje kemi ndërhyrjen e Perëndisë. Pra, kisha lutej, apostulli qëndronte i qetë në burg, i lidhur me zinxhir, por Perëndia vepronte. Perëndia dërgoi një angjëll, mjaftonte vetëm një angjëll dhe jo një ushtri për të zgjidhur problemin që dukej i pamundur nga ana njerëzore, sepse siç thash, apostull Petro ishte lidhur me dy par zinxhir, ruhej nga 4 palë ushtarësh, po ja që angjëlli erdhi dhe e shliroi apostull Petro në mënyrë të mrekullueshme. Perëndia vepron në mënyrë konkrete dhe të mrekullueshme, të dashur të krishterë, sepse Perëndia është mbi çdo autoritet dhe Perëndia nuk e ka të vështirë të bëjë atë që duket e pamundur për ne njerëzit. Dhe në vargun 9 na thuhet dhe Pietri mbasi doli e ndiqte pa kuptuar se ç'po i ndodhte me anë të angjëllit, ai ishte e vërtetë sepse ai pandente se kishte një vegim. Në këtë varg na tregohet se apostull Petro patjetër u çudit kur pa këtë ngjarje, pra çdo gjë ishte e mbinatyrshme, që tregon që gjërat e perëndishme janë të mbinatyrshme, por ja që Perëndia vepron edhe kur çdo gjë duket nga ana njerëzore e pashpresë. Prandaj ne do besojmë në fuqinë e Perëndisë. Kjo fuqi e Perëndisë është ajo fuqi që ne na jep paqen edhe në situata shumë të vështira, siç ishte edhe apostull Petro. Në vargun 10 na thuhet dhe si kaluan vendrojen e parë dhe të dytë, arritën të dera e hekur që çonte në qytet dhe ajo u hap përpara tyre vetvetiu dhe mbasi dolën përshkuan një rrugë dhe papritur angjëlli e la.
Pra, dyert hapen vetvetiu lirshëm, asnjë pengesë njerëzore nuk mund ndaloj planin e Perëndis, kështu pra të dashur të krishterë duhet ta kemi parasysh se ne të krishterët nuk besojmë në mundësira dhe zgjidhje njerëzore, por ne besojmë në fuqinë e Perëndis, që asgjë nuk mund ta ndaloj kur Perëndia dëshiron të bëjë diçka. Atë që Perëndia hap, atë derë, por dhe askush nuk mund ta mbyll, dhe kundërta atë që Perëndia mbyll, askush nuk mund ta hap. Dhe në vargu 11, 10-11 na thuhet dhe si kaluan vendorën e parë dhe dytë, arritën te dera e hekur që çon në qytet, ajo ha përpara tyre vetvetiu, dhe mbasi dolën për shkruan një rrugë dhe papritur, angjëlli e la. Dhe vargu 11, pra, kur Pietri erdhi në vete, tha: tani me të vërtet po e di se Zoti ka dërguar angjëllin e vet dhe më çliroi nga duart e Herodit, duke bërë të kot gjithë ato që priste populli. Pra, shikojmë që Apostulli Petro e pa veten e tij të lirë, Zoti e shpëtoi nga ligësia e Herod Agripës dhe nga pritshmëria e popullit antikrisht, dhe kjo është një dëshmi e mbrojtjes hyjnore, që është një mbrojtje reale. Por për këtë kanë folur dhe etrit e shenjtë. Shën Johan Gojarti thot për Apostull Petro, fakti që Apostull Petro flen në burg lidhur me zinxhir tregon besimin e plot në Perëndin. Pra që e thamë edhe neve që ky besim duhet na karakterizojë dhe ne si krishterë, kurse Shën Agustini i Hipos për vargun e 5 për shlirimin e mrekullueshëm të Apostullit Petro thot: Perëndia lejon prova, por përgjigjen ndaj lutjes së kishës, komunitetit. Kjo tregon rëndësinë e unitetit të kishës dhe ndërmjetësimin që ka kisha me lutjet. Dhe po ashtu Shën Ambrozi Milanos ka folur përsëri për këtë pjesë dhe ai vëren se Perëndia nuk shpëton gjithmonë çdo besimtar nga vdekja, si nuk e shpëtoi nga vdekja Jakovin, por shpëtoi Apostull Petron. Pra, Perëndia ka plane të ndryshme për jetën tonë. Kjo tregon se si dhe martirizimi, por dhe shlirimi nga një situatë janë të dyja pjesë e vullnetit hyjnor që i shërbejnë vullnetit Perëndis. Prandaj përsërisim dhe ato që thot Apostulli Pavli, edhe nëse vdesim, edhe nëse rrojmë, të Perëndis jemi. Kështu pra, të dashur të krishterë, mendoj që ta mbyllim këtu edhe bisedën për sot, por takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirë takofshim, Krishti u ngjall.